Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, gjej rastin të falenderoj dhe t'i shpreh mirënjohjen besoj edhe të gjithëve antarëve të Kuvendit të Shqipërisë, Fondacionin Gjerman Hans Seidel, mban emrin e një prej figurave më të shquara të Unionit Kristian Socialist të Bavarisë. E vërteta është që prej ditëve të para të pluralizmit politik në Shqipëri, ky fondacion me prezencën e vet ka asistuar, ka ndihmuar në forcimin e institucioneve demokratike në vend, në forcimin e aktivitetit të partive politike, të trajnimit të administratës publike, të institucioneve të drejtësisë, të policisë së shtetit, apo dhe të pushtetit vendor. Kështu që vendimarrja e drejtuesve të fondacionit, e cila ndërlidhet edhe me një shkurtim të fondeve që Qeveria Federale Gjermane jep, nuk ka të bëj as pak fare me të gjitha të prua psiqik që dëgjuam nga një folës pararendës se fondacioni po ikën se e ka përzën Shqipëria. Unë mendoj që secili prej nesh mban përgjegjësi për ato që nxjerr nga goja, dhe kur mosha ecën, ndoshta nuk mban përgjegjësi për të tjera, po jo për ato që nxjerr nga goja. Dhe që them të drejtën, unë mirë kuptoj këdo koleg në opozitë që gjen gjithçka për të kritikuar qeverinë. Është e pranueshme. Por të vish dhe thuash këtu që Fondacioni Hans Seidel po ikën se nuk i pëlqen Shqipëria për shkak qeverisë që ka, dhe pastaj vish dhe thuash që edhe Konrad Adenauer, tha deputeti i referuar fondacionit. Po mirë, këtu ku e kemi fajin ne, se Fondacioni Konrad Adenauer punon me ju, me Partinë Demokratike. Do të thënë, o është mërzitur Fondacioni Konrad Adenauer me partinë tuaj, se ne s'kemi ndonjë faj këtu. Ç'punë kemi ne me këtë pjesë? Do të thënë, o është mërzit se shkretet harxho pafund me ju dhe ju s'bëheni, por të vishet thua ashtu në parlament se po ikën Fondacioni Konrad Adenauer, ndërkohë që Fondacioni Friedrich Ebert i Socialdemokratëve Gjerman vazhdon të jetë prezent, madje zyrën rajonale e kanë në Tiranë, dhe mendoj që pas 30 e kusur vitesh nga 92-shi, do të vijë një moment që këto fondacione nuk do t'i kenë më zyrën në Tiranë pas 2030-s. Sepse rifokusohen, rialokohen në vende ku ka më shumë nevojë sot për çështjet për cilat ato kanë ardhur. Prandaj, misisht, të kesh qenë edhe ministër i jashtëm në kohën kur afërsisht, jo fiks kur ka ardhur Fondacioni Hans Seidel, sepse ka qenë Alfred Sereqi në 92-shin, por zotria që bëri gjitha të prua psiqik këtu, e për cilin për shkak të moshës edhe të njohjes gjithmonë kam respekt, besoj që kërkohet një ndjesë. E tjetra, sepse besoj quhet e zauruar kjo pjesë, pa harruar nivelin më të mirë historik të marrëdhënieve që sot Shqipëria ka me Gjermaninë. E vërteta është që kancelarët gjerman zyrtarisht e kanë vizituar Shqipërinë pas vitit 2013,
duke e filluar me vizitën historike të 8 korrikut 2015 të kancelares Merkel në Tiranë, dhe për të vijuar më pas edhe me një mik të vyer si kancelari Olaf Scholz, edhe së fundmi sapo ishte emëruar në detyrën e kancelarit gjerman, një mik tjetër i vyer i Shqipërisë, siç është Friedrich Merz. Dhe pa harruar këtu edhe kryeministrin e Bavarisë, udhëheqësin e CSU-s Markus Söder. Kështu që të thëna të gjitha këto, zoti Tritan Shehu, me që i ngritë e gjithë të shqetësime, sot Shqipëria dhe Gjermania ka nivelin më të lartë të marrëdhënieve bilaterale, si kur më parë, na takon ne si Kuvendi i Shqipërisë në legislaturën e re të rivendosim dhe të vazhdojmë kuadrin e mirë të marrëdhënieve ndërparlamentare në të gjitha nivelet, sapo të sjellë dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike emrat e grupit miqësisë, jo vetëm te grupi miqësisë me Republikën Federale Gjermane, po edhe në grupet e tjera, të konstituojmë grupet e miqësisë në mënyrë që edhe në këtë aspekt Republika Bundestagu e ka një grup miqësie me vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe ndërkohë që të gjitha komisionet tona me komitetet parlamentare të Bundestagut të fillojnë shkëmbimet. Ky është realiteti. Gjermania mbetet partneri ynë kryesor brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por është vendi i parë sa i përket financimeve të drejtë për drejta. Unë ditë paktën nga të dhënat e fundit që është mbi 1.2 miliard euro, po shkon 1.3 në fakt, me projektet e fundit që do kalojmë shkon përtej, financime direkte të Republikës Federale Gjermane, dhe ndërkohë ajo që ka ndodhur në vitet e fundit, për shkak të angazhimit personal të kryeministrit Rama, ne kemi një raport shumë të ngushtë edhe në nivel marrëdhënies të Shqipërisë me lande. Dhe jo vetëm me landin e Bavarisë, ku kontaktet e shpeshta, vizitat e shpeshta bilaterale, qoftë të kryeministrit Söder në Tiranë apo të kryeministrit Rama në Bavari, por dhe me landet e tjera, dhe ajo që i kërkoj qeverisë, sikurse edhe ne si parlament duhet ta shohim, është që të fokusohemi sa më shumë në marrëdhëniet me qeverisë shqiptare dhe qeverive të landeve. Janë plot lande të cilat kanë një rëndësi të madhe edhe në planin ekonomik, ku qeveria duhet fokusohet. I referohem tu landit të North Rhine-Westfalias, landi më i madh për shkak të numrit të popullsisë, me cilët kemi vendosur fusha bashkëpunimi edhe në nivel kryeministri. Unë kam vizituar si ministri i brendshëm landin në North Rhine-Westfalias, me landin e Esenit, dhe me plot landet e tjera, edhe Rheinland-Pfalz, apo landet të tjera, ku jeton dhe një komunitet shumë i madh shqiptarësh. Vlerësoj se janë mbi 250.000 bashkëdhetar, të cilët jetojnë sot në Gjermani, që gjej rastin ti përshëndes, edhe ti falenderoj edhe për votën e tyre dhe për mbështetjen e tyre historike në zgjedhjen e 11 maj, por duke mos harruar që marrëdhënia e tyre me Shqipërinë nuk lidhet vetëm me votën një herë në 4 vjet, por duhet lidhet me plot projekte, dhe këtu qeveria, Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës kanë përgjegjësinë e madhe, Ministria për Europën Punë të Jashtme kanë përgjegjësinë e madhe të ruajnë këto rrugë bashkëpunimi me qeveritë e landeve, bashkëpunimi i Kuvendit të Shqipërisë me landtaget e landeve gjermane është i rëndësishëm edhe në funksion të organizimit të aktiviteteve përbashkëta për komunitetet shqiptare. Faleminderit.
Faleminderit zoti Balla. Fjalën e ka zoti Erald Kapri.